Ministri i Jashtëm i Iranit ka sinjalizuar gatishmërinë për të ndaluar sulmet me raketa kundër Izraelit, duke thënë se ato po kryen thjesht për vetëmbrojtje. Sulmet ishin vetëm për vetëmbrojtje dhe në përgjigje të agresionit, tha ministri i Jashtëm Abbas Araghchi sipas agjencisë shtetërore të lajmeve IRNA. Nëse agresioni ndalet, edhe përgjigjja jonë do të marrë fund, u shpreh ai në një takim të ambasadorëve të huaj në Teheran. Ministri i Jashtëm iranian shtoi se sulmet izraelite në fushën e gazit në det të hapur South Pars, që Irani ndan me Katarin, ishin një agresion i hapur dhe një akt shumë i rrezikshëm. Shtyrja e konfliktit në Gjirin Persik është një gabim strategjik dhe qëllimi i tij është të zvarrisë luftën përtej territorit iranian, tha ai. Ministri i Jashtëm iranian akuzoi Izraelin se po kërkon të sabotojë bisedimet bërthamore mes Iranit dhe SBA-s, të cilat sipas tij mund të kishin hapur rrugë për një marrëveshje. Sot duhet të kishin paraqitur propozimin ton për një marrëveshje bërthamore me SBA-n, që mund të kishte hapur rrugën për një marrëveshje, tha ai. Washingtoni dhe Teherani ka negociuar për programin bërthamor të diskutueshëm të Iranit për rreth 2 muaj, me Omanin që luan një rol ndërmjetësues, por bisedimet janë penguar nga nisja e një ofensive ajrore gjithëpërfshirëse kundër Iranit nga Izraeli të premten, e ndjekur nga sulmet hakmarrëse të Teheranit. Araghchi akuzon Këshillin e Sigurimit të OKB-s për indiferencë pas sulmit të paprecedent izraelit ndaj vendit të tij. Qeveritë perëndimore dënuan Iranin në vend të Izraelit edhe pse ai ishte nën sulm, tha Araghchi.